Po na zaptojnë tokat që na I ka dhënë shteti, kjo ka qenë kryefjala e shqetësimit të 10 banorëve të njësisë administrative Levan, të cilët kanë tokat e tyre në fshatin Boçov, të përfituara me ligjin 7501. E kultivojmë prej 30 vitesh, thonë ata, dhe jemi taksapagues të rregullt, por prej një viti e gjithë kjo sipërfaqe, prej më shumë se 10 hektarësh, që u takon 14 familjeve, figuron me certifikat pronësie në emër të kompanisë Bervi Konstruksion. Banorët thonë se ata tashmë nuk po mund t'u afrohen më tokave të tyre, ndërsa për këtë situatë janë ankuar në të gjitha institucionet, por pa marrë një përgjigje konkrete. Jemi në dieni që këtu do të ndërtohen panele diellore, thonë banorët, por në tokë ar kjo nuk është e lejueshme, thonë të indignuar ata. Unë kam marrë që në vitin 94, mbas 2 vendimeve qeverie, jam pajisur me tokë në bllokun tjetër, 617. Në vitin 1997 jam pajisur me certifikat të tokës në pronësi. Për arsye të ndryshme nuk kam kam nisë për ta bërë me certifikat pronësie, por nuk për burokracie të ndryshme nuk na e kanë bërë. Pasi doli ligji 2020, unë e nisa përsëri për herë të dytë, para na sollën sa pengesa. Në fakt tokën e kemi marrë, I kam të 2 vendimet e qeverisë këtu, taksat e kemi pagu për vit, befas një ditë marrim vesh që toka jonë do zihet. Se kush ka marrë në bi 20 herë këtu, se kush takoj një djalë, një inxhinier, edhe ai thot ne jemi për të bërë vetëm rrugë. Atje pengohet. Me erdhen më janë servir, sa unë I them patronazhist për vete. A mund të jem direkt të tokës, nuk të kësaj pune. Për ta blerë. Gjoja sa kam pazarin tek e kam, tani më janë zhduk dhe nuk dalin fare. Kam arrit, I kam hedh letrat në hipotek, mas shumë sorollatjesh, që më qonin kërkesë mos kërkese për plotësim dokumenti, kur dokumentat ishin, çka kërkonin ata ishin në dosje. Dhe unë kam dosjen këtu. Dhe më në fund kërkova statusin juridik. Statusin juridik kam arrit me marrë dje. Atje më del, nuk e kam lexu tamam, emrat do t'u jap se I kam këtu, të personave që e kanë marrë. Unë e kam marrë, jam me letra nga qarku, nga komuna, që është tokë ar. Edhe e kam përdorur, unë e kam mbjell grur për vete, unë ka bërë grur, kam marrë me 5 kuintal grur atje, për dënim, edhe atje, vetëm kaq pash, te statusi juridik, gjoja është tokë jo prodhues. Unë jam me gjithë 2 vëllezërit e mi, disponojmë me aktin e marrjes të tokës në pronësi 33 dënim. Sot, unë e kam në parcelën tash 617, drejt këtu, te parcela tjetër, edhe sot e kanë barë si që po e shikoni këtu. Bivendosja është shfaq, unë e kam marrë në vitin 1997 me aktin e marrjes tokës në pronësi. Nga vitin 1997 deri në 2025 që I kam letrat këtu, që kam pagu taksat. Në vitin 2023 kanë fillu veprimet e këtyre letrave. Dhe në vitin 2024 janë pajis këto me certifikat mbi pronat tona. Pra, 30 vjet e paguaj unë, kurse ai një ditë bukur vjen edhe e merr. Sipas letrave që kam, sipas atij statusit juridik që kam marrë, këtë e ka marrë firma Salillari. Devi Konstruksion është si firmë, por është Salillarit. Mendohet që bëjnë këto voltofortaren, si quhet panele diellore. Mbi tokar. E kam letrën këtu që e kam tokar. Jo, nuk futemi dot. Kemi tentu. Paktën unë kam qenë edhe me këte këtu që ka ardhur për të punuar edhe na ka ardhur 2 herë policia. Dhe aq më tepër, kur diskutoj me oficerin e policisë gjyqësore unë, më thot unë jam mbështetje këtyre. Pa hiç. Kemi qenë edhe në komisariat, s'ka pranuar më marr, paktën mu. Këti ja ka marrë në base një farë dëshmie, kurse mu s'ka pranuar me marrë gjë. Atë punë do të rregullohet. Kjo është shprehja që më shpërdor nga. Tani unë sot kërkoj lirimin e tokës, të kem të drejtën time me hyn tokë. Ty ta punoj, ta bëj, se e kam tokë buke, më atë ushqej familje. Unë quhem Sandër Muja, jam banor I fshatit Levan, disponoj tokë prej 12 lym. Familjarisht, e kemi punuar, jemi me taksa pagues, jemi në rregull me të gjitha këto. Kemi ardhur për ta punuar tokën, na del një kompani që pretendon që është pronari I tokës tonë që ne disponojmë prej 30 vjeç. E kemi përfituar me ligjin 7501. Kemi me formular, me aktin e marrjes tokës pronësi. Ka marrë për ta punuar, më ka ardhur policia, më ka çuar në polici, më ka thënë, je futur në një pronë të tjetrit, kur unë e disponoj me letrat të gjitha. Kam bërë kallëzimin dhe në polici, dhe shohim që gjërat neve po na zvarriten dhe shoh dita ditës pikërisht toka ime
është duke u mbushur me çakull tokë buke që unë posedoj tokë buke. Atëherë, neve jemi vend kur unë e kam përfituar certifikatin e tyre në rrugë ligjore, e kam marrë, e shoh dhe këta e kanë përfituar në 2024 tokën tonë që ne kemi 30 vjet që e disponojmë. Kërkojmë nga shteti që të shikojë të veridor dhe të merret me problematikën që ne kemi në tokat tona, sepse neve ushqejmë fëmijët dhe jetojmë këtu. Nuk duhet që neve ta lëm dhe tikim. Duam që ne të jetojmë këtu. Nuk duhet të lëm Shqipërinë se vjen një kompani dhe ne të na marrë tokën. Se ngrihet një drejtori, jep një certifikat mbi pronat tona, nuk është e drejtë. Kur un kam 30 vjet që e posedoj, e mbjell vit për vit. Kam foto të gjitha që unë kam pasur jonç, i kam mbledhur dengjet dhe në moment që unë i kam mbledhur ta kam futur dhe e kanë. Tashmë neve kemi fillova për ta kultivuar dhe mua ma ndërpryen pllugimin në mes, që un kam foto posedoj të gjitha. Që un kam filluar erdhi policia më than, këta janë me certifikat. Sa familje preken? Këtu pleken 14 familje dhe sipërfaqja është 130 deri në 142 lymë diçka. Jam e ardhur në vitin 1994 këtu. Dhe sipas ligjit 7501 komunën na pajisi me tokë. E morëm të tokën tu, e mbollëm, tani na del një tjetër pronar për këtë tokë. Ne kemi paguar taksat rregullisht çdo vit. Që atëherë deri sot. Edhe nuk kemi asnjë tokë tjetër kategorit. Para ditës të pjesë tokë kemi rësë tjetër tokë. Këta tash i besoj me pa drejtësi, a me drejt atyre se si është e punë vinë në zonë tokën. Edhe erdhi policia këtu, aty që ishte nuk thon hare me ne tash drejt ka zotëria. Ki ka certifikat, jeshtin certifikat. Ora po kemi tapinë tokë kështu në anë. Jo. Në thaj policia që sot apo jo. Po. Të jo. Ki ka drejt, ju s'keni drejt. Ne do me gjitha mundësit do mundohemi. Se në takon se kemi paguar taksat. Një të drejt kërkojmë, nuk kërkojmë asnjë mëshirë. Jemi nga ankuar profesor. Zhven. Çfarë u kanë thënë? Presim përgjigje na zvarrisin. Presim përgjigje thot, shko e kadastrës, atje po morë bilet thot futesh tani s'ka me bilet, as futesh do ta shoqësh një drejtor njëri gjallë atje. Unë kam 30 vjet tokën e nuk marr certifikat. Ai vjen 24 merr certifikatin, do thotë tash ime tash do nuk të futesh. E bie polici. Ne nuk do vrasim njëri. Se ti do të më pyesë ke po ne për të vrarë nuk jemi. Ne jemi për të jetuar për të bërë kalamajt e ti ushqejmë kalamajt. Me të buk. Unë tham jo. As bëhet rrugë të buk, nuk bëhet kur. As shtëpinë të buk s'ke drejt bësh. Sa është të buka jo të ushqesh. Se tokë nuk shtot, se tokë ashtu, kjo tokë çast nuk shtot dot. Është e padrejton ata që të endesh institucioneve prej 3 dekadash për të pajisur me certifikat pronësie dhe papritur tokat dalin me mbivendosje. Atëherë un kam pas 4 shenja treguese që i kam mbjellur para 20 vjet që i kam betonuar në vend për të pasur kufitar. Në moment që un vit sot, shoh që këto dy i kanë hequr dhe i kanë larguar fare. Duhet shoh dhe në fund në qoftë se janë 2 të tjerat apo i kanë hequr dhe ato. Këto kolonat i kam ngulur para 20 vjeç që duket betoni që është i vjetruar. Kam bërë 4 tilla që fëmijët tan të kuptojnë ku është kufiri. Në moment vi sot 2 shoh të shkullura të larguara fare. 2 janë gjendje të ngelura, që unë i kam derdhur me themel shumë të madh. Përballë kësaj situate ata apelojnë një zëri t'u jepet e drejta e përfitimit të tokës, pasi është e vetmja mundësi të ardhurash ekonomike për familjet e kësaj zone. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë njësisë administrative Levan, disa prej banorëve kanë dërguar ankesë zyrtare dhe përballë kësaj situate, firmës Bervi Konstruksioni është kërkuar të paraqesë dokumentacionin që disponon, por ende nuk kanë kthyer asnjë përgjigje.